me numër 20 Mala, me numër 29 Diago. Flamurtari kanë poshtur Vllaznin duke regjistruar fitoren e parë në kampionat. Ndeshja e luajtur në stadiumin e Vlorës prolloi fitoren e parë në këtë kampionat për skuadrën vendase, e cila erdhi ndaj kuqebluve, me vlonjatët që triumfuan ndaj kryesuesve të superiores me rezultatin minimal 1-0. Golin vendimtar e realizoi mesfushori shkodran Herald Marku nga pika e bardhë e penalltis në minutën e 76, duke i dhënë Flamurtarit 3 pikë të rëndësishme në luftën për t'u ngritur në klasifikim. Pas ndeshjes, Edi Martini, trajneri Vllaznis, tha se mungesat dhe lodhja fizike ndikuan në humbjen me Flamurtarin. Ashtu si shkoi loja, dhe rezultati më i drejtë ishte barazimi. Ne normalisht që kishim hallet tona në këtë ndeshje, ishim 6 lojtarë mangët, edhe freskia fizike dhe djemt u nis shumë, edhe kjo ishte arsyeja që ne nuk ishim në nivelin e ndeshjeve të tjera. Gjithsesi, ndeshje e mirë. Deri diku, pikët janë ata që vlen këto momente, sepse normalisht nuk mundesh me luajtur me të njëjtin ritëm gjithmonë. Do kesh oscilacione gjatë kampionatit, por e rëndësishme për ne ishte që të merrshim pikë sot. Se arritëm, ky është futbolli. Ne disha që përpara që Vlora do të bëhej gjithçka për me fituar ndeshjen. Normalisht mas shënimit golit, vjen keq kishte shumë topa në fush, lojë efektive shumë pak, 5-6 topa nuk e përliq minimal i Flamurtarit këtë lloj loje, megjithatë i uroj sukses Flamurtarit. Nga ana tjetër, Francesco Moriero, trajneri i Flamurtarit, u shpreh se ndaj Vllaznis futbollistët e tij vendosën zemrën në fushë dhe se sipas tij e merituan fitoren. Diciamo che anche nelle partite precedenti futbollistët e mi vendosën zemrën në fushë në këtë ndeshje ndaj Vllaznis, donin ta fitonin këtë ndeshje. Ishim më të mirë taktikisht se Vllaznia, luftuam shumë këtë ndeshje dhe kështu duhet të vazhdojmë. Ky duhet të jetë mentaliteti jonë. Kampionati shqiptar është shumë i ekuilibruar, por jam i lumtur me futbollistët që kam. Kishim nevojë për këtë fitore, sepse kjo fitore na bën të besojmë te cilësitë e futbollistëve. Falenderoj çunat dhe publikun për ato që dhanë sot. I ragazzi non hanno mollato. Edhe pas kësaj disfate, Vllaznia ruan Kreun, por tashmë ka vetëm 1 pikë më shumë se ndjekësit e Ignatias.